Perceptimi popullor është ky. Dhe faktori i dytë, që është më i rëndësishëm se faktori i parë, është politika që duhet të ndjek institucioni përkatës, Ministria e Drejtësisë dhe dikasteri përkatës për të paraburgosurit. Sot ne nuk kemi një ligj të veçantë për trajtimin e të paraburgosurve, por i trajtojmë njësoj si të burgosurit, duke e theksuar dhe njerë cilësinë e sigurisë së burgut, që cila nuk është e zgjidhur. Ndërsa, në anën tjetër të medaljes, duhet të kthehemi tek fakti se pse një person detyrohet të marrë përsipër edhe rrezikun e vrasjes, sepse edhe mund të humbësh jetën në një arratisje, që ai merr parasysh dhe mund të vritet, dhe merr atë nismën e arratisjes. Pse? Sepse atit mund t'i rrezikohet edhe jeta brenda institucionit të ekzekutimit vendimeve penale, kur kemi të bëjmë me raste të përfshira dhe politika në tilla çështje. Dhe kemi pasur edhe raste ku Unë kam rastin tim që Demo Progonati u vra në burgun e 313 dhe nuk u gjend asnjëherë fajtori. Po, u vra ky rast në Peqin. Po edhe në Peqin. Në Peqin që u vra. Çështja është që sot kemi dhe mungesën e sigurisë brenda burgut për të burgosurit. Por kjo do të thotë që gjitha këto nuk lidhen më me përgjegjësinë administrative. Unë këtu ndahem me kolegun përballë. Nuk mund ta lëm vetëm përgjegjësia administrative të atyre policëve të burgut, cilët e dinë se si ato bëjnë më shumë burg sa jetën e kanë më shumë në burg sa jashtë, me një rrogë tërësisht minimale, pra është rroga më minimale që paguhet një punonjës të burgut sot, cilët janë në kushte shumë të vështira të punës. Pra rinë 8 orë në institucionet e paraburgimit dhe me duke u marrë vetëm me të burgosur dhe nuk u paguhet puna dhe mundi që ato bëjnë për sigurinë e burgut. Në rastin tjetër, kemi të bëjmë edhe me faktin që është e thjeshtë dhe t'ja lëmë administrativisht atit që të punonjësit të drejtorisë burgjeve se ikën 2 apo ikën 3, por unë nuk e shikoj këtu, nuk është kaq e thjeshtë. Siguria e burgut do të thotë që ne jemi një shtet sigurt. Rënja e sigurisë burgut do të thotë që ne nuk jetojmë në një shtet sigurt, sepse kur ti nuk siguron dot të burgosurin, si presim ne të ma sigurosh atë kur ne e kemi jashtë. Pra si mund të parandalim krimin e një personi cili akuzohet dhe është në person në hetim për një vepër penale, dhe ne presim që ky shtet ne të na e sigurojë atë kur është i lirë. Pra jemi përpara disa disbalancave. Tu problemi është që nuk mund të flasim. Mua do të shkoj vetëm në pak publicitet dhe do ta vjojmë më pas argumentin tuaj avokat. Mirë, shkojmë në publicitet.